edhe projektakti ligjor për të vajtë në kuvend për miratimin e misionit tonë në Gaza, në përputhje edhe me mandatin e Këshillit të Sigurimit dhe Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese, Republika e Shqipërisë do të ketë një përfaqësi në Gaza, duke filluar fillimisht me 4 oficerë shtabi, kemi bërditur edhe në intervistat e tjera dhe në daljet e tjera publike që ky do të jetë angazhimi i Republikës së Shqipërisë. Dhe me vajtjen e këtyre 4 oficerëve të shtabit në Forcën Ndërkombëtare Stabilizuese do vlerësohet më pas edhe kush do të jetë niveli konkret i trupave që do të dërgohen në Gaza, duke përfshirë këtu edhe vendodhjen konkrete ku këto trupa do dislokohen. Tjetër është edhe miratimi i projektaktit për mbylljen e kantierit vjetër të Kanaras, i cili do të vëhet në dispozicion të shoqërisë Fincantieri, edhe ky akt i hap rrugën zhvillimit të atij kantieri detar që ka prodhuar tashmë anije në Republikën e Shqipërisë për zhvillimin e një bashkëpunimi tregtar të jashtëzakonshëm me shoqëri më të madhe në më të mëdha në botë për prodhimin e anijeve që shoqëria Fincantieri bashkë me shoqërinë Kajo në këtë bashkim të ri për atosh për këtë JV të re të prodhohen anije deri në 82 metra, që është një hap i jashtëzakonshëm sa i përket jo vetëm kapaciteteve prodhuese, por edhe kapaciteteve teknologjike në Republikën e Shqipërisë. Ai ka të shndrohet i tërë dhe do të adaptohet për prodhimin e anijeve në këtyre përmasave. Është një vlerë e shtuar për jo vetëm për sigurinë kombëtare, por edhe për prodhimin teknologjik dhe për vendet e punës edhe për know-how-n që vjen në Republikën e Shqipërisë. Tjetra lidhet me mbajtjen e fjalës nga premtimit të kryeministrit thënë publikisht në lidhje me shpërblimet për forcat armatosura dhe gjitha forcat e angazhuara në situatën e zjarreve. Sot është shpërndatuar vendimi i Këshillit të Ministrave, i cili autorizon njësitë e pushtetit vendor që të japin shpërblime për zjarrfisat që janë pranë tyre dhe gjithashtu ka miratuar edhe shpërblimet për gjitha trupat dhe të gjithë forcat që ndodhen në forcat armatosura në aparatin e Ministrisë së Mbrojtjes që janë angazhuar tashmë për situatën e zjarreve. Situata e zjarreve si vjet është menaxhuar në mënyrë shumë të mirë, jemi shumë krenar për punën që të gjithë aktorët dhe faktorët kanë zhvilluar menaxhimin e zjarreve. Kemi mbi 27 vatra masive zjarre që janë mitiguar dhe janë shuar në Republikën e Shqipërisë, duke filluar nga Firi, Driza, nga Fusharsi, nga Kurbini, nga Lezhë e tjerë me radhë, ku janë mbi 1380 forca që deri aktualisht janë angazhuar në shuar në këtyre zjarreve, në ndihmën e këtyre zjarreve. Kapacitetet si asnjëherë tjetër, si asnjë vit tjetër kanë qenë operacionale, patë edhe ndaljen e fundit të kryeministrit, mjetet, zjarrfikset, flota e helikopterëve që është në dispozicion për shuar në këtyre zjarreve, janë mbi 90 mjete që kanë qenë aktive, janë mbi 5 helikopterë që janë aktiv për shuar në këtyre zjarreve. Deri tani fal koordinimit shumë të mirë dhe fal përgatitjes shumë të mirë edhe të gjithë angazhimin e njësive të pushtetit vendor, prefektëve apo forcave të armatosura nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile janë shuar dhe mitiguar shumë nga rastet e emergjente që kanë qenë në Republikën e Shqipërisë. Aktualisht kemi një situatë zjarri në Dajt, janë mbi 120 forca që aktualisht po punojnë për shuar në të zjarr, pa llogaritur këtu angazhimin që janë edhe nga pushteti vendor. Janë 2 helikopterët që aktualisht po zhvillojnë pjesën e shuarit së zjarreve edhe nga ajri. Besoj dhe jemi bindur që ky shpërblim shkon në vendin e duhur, shpërblim i merituar për njerëzit e punës, për ata që janë vit parë frontit që përballen me zjarret dhe që garantojnë që situata të jetë nën kontroll dhe e menaxhuar dhe që e gjithë pjesa e biznesit, jetës së qytetarëve është sigurt për sa kohë këta njerëz janë vit parë frontit. Ky shpërblim është shpërblim i merituar. Qeveria jep gjithë atyre të cilët përballen drejt për drejtë me zjarret, përballen vit parë të frontit të gjithë emergjencave kudo në Republikën e